Në pediatrinë e Elbasanit, numri i fëmijëve të paraqitur me urgjencë tek bluzat e bardha vijon të mbetet i lartë, sipas mjekës pediatre Irena Palloshi. Aktualisht në pediatrinë e Elbasanit janë të shtruar 30 fëmijë, ku gjatë fundjavave numri i fëmijëve që paraqiten me urgjencë shkon mbi 100 raste në ditë. Muaj mars, bashkë me pranverën, ka sjellë dhe uljen e numrit të rasteve të paraqitjeve në pediatrinë e Elbasanit, sepse në janar shkurt kishim një bum paraqitjesh dhe bum shtrimesh. Kishim mbi 100 fëmijë të paraqitur dhe 60 fëmijë të shtruar në pavionet tona. Aktualisht, sot kemi 38 fëmijë, numri i paraqitjeve vazhdon të ngelet i lartë, 90, gjatë fundjavave dhe 100. Kryesisht vinë fëmijë me temperatura shumë të larta, me temperatura rebele, që ulen me zor nga antipiretikët, me thënë drejtën, dhe kjo është shqetësimi që i sill prindit me urgjencë në spital. Kemi fëmijë me koll, me bronkopneumoni, vazhdojnë astma dhe alergjitë, sepse tashmë kemi hyrë në stinën e pranverës dhe kanë filluar të çelin lulet, por dhe viroza pulmonare ishte me komplikacione të rasteve me bronkopneumoni, me pleuropneumoni, kishin dhe fëmijë të mëdhenj me pneumoni masive dhe fëmijë të vegjël me bronkiolite dhe me astma. Temperatura vazhdonte disa ditë, 3 ditë, 4 ditë, 5 ditë. Dhe pastaj preke gjendja e përgjithshme, disa fëmijë vazhdonin me koll, disa tjerë me bark dhe me të vjella. Alergjitë sipas mjekës nuk vijnë vetëm nga çelja e luleve, por dhe nga ushqimi dhe lagështia, duke këshilluar prindërit të jenë të kujdesshëm dhe në mënyrën e veshjes së fëmijës, duke parë dhe motin i cili nuk është i qëndrueshëm. Alergjinë e kemi gjithmonë, sepse janë vetëm nga lulet, alergjitë janë dhe nga ushqimet, janë dhe nga ajri, nga lagështia, nga shumë arsye të tjera, por tani është bumi sepse fillojnë çelen lulet, polenet e gjithë këto dhe fëmijët që janë alergjik, prindërit janë të kujdesshëm, duke ndjekur terapinë që ka dhënë mjeku i tyre pneumoalergolog. Disa tjera të kujdesshëm me ushqimet edhe me gjithë gjërat e tjera, pra duke largu nga alergjeni që këto fëmijë kanë alergji. Por raste të vështira nuk kemi me. Për të ulur numrin e rasteve të shumta në pediatrinë e Elbasanit, mjekët këshillojnë prindërit që nëse vërejnë tek fëmia shenja si këputje, lodhje apo marrje të frymës, të shkojnë menjëherë tek mjeku i familjes, pasi virozat jo gjithmonë nisin me temperatura të larta.